Një 52 vjeçar shqiptar është arrestuar nga policia italiane pasi u gjet një sasi e konsiderueshme hashashi në banesën e tij. U vure se pakot e dozave mbanin imazhin e futbollistit të njohur Cristiano Ronaldo për ta bërë edhe më të shitur në treg. Operacioni është kryer nga policia e Prato si pjesë e hetimit të koordinuar nga zyra e prokurorit publik e kryesuar nga Luca Tescaroli. 52 vjeçari shqiptar ndodhej në masën e dënimit me kusht. Ai duhet të flinte në burg nga ora 22 deri në orën 8 të mëngjesit, por ishte i lirë të largohej gjatë ditës. Gjatë kohës së tij të lirë në vend që të integrojë në shoqëri, vendosi të rifillonte aktivitetin e tij të trafikimit të drogës, por ai u ndoq dhe përfundimisht u kap nga policia në një shtëpi në San Giusto, në Via dei Gerani. U gjetën 15 kg hashash, 18 blloqe ishin në 2 kuti këpucësh në dollap, 16 blloqe dhe pako të tjera ishin në dhomën e gjumit, e një fragment hashashi u gjet në një vazo në kuzhinë, informon media italiane. Një 22 vjeçar rumun ishte bashkë me të. Të dy u arrestuan në flagrancë dhe zyra e prokurorit kërkoi paraburgim, mas që u vendos edhe nga gjykata.